granit, fonca dhe ja çfarë bën në fustan të bardhë. Këngëtarja Angjelusha Saliu në projektin e fundit të shfaqur ndryshe, teksa veshja e saj ka rrëmbyer vëmendjen e shumë ndjekësve. Angji e veshur në fustan të bardhë nusërie i këndon ndarjes, e ky veprim i saj ka ngjallë reagime të shumta në rrjet. Përveç se fustani i bardhë përfaqëson një elegancë, gjithashtu simbolizon edhe një fillim të ri në jetë. Kujtojmë se Angji muajin e parë ka kurorzuar dashurinë e saj me Fijes, e që shumë shpejt do të bëjë edhe dasmën madhështore. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.